Edi, i emocionuar dhe i mbushur me dëshira të mëdha për të ardhmen, i afrohet produksionit dhe kërkon një takim të veçantë. Ai ulet përballë tyre, i ndjerë sikur zemra po i rreh më fort se zakonisht dhe shpreh hapur dëshirën e tij më të madhe. Me një ton serioz por plot emocion, ai thotë se dëshiron që produksioni të organizojë një dasmë brenda shtëpisë së Big Brotherit, posaçërisht për momentin kur Dolce të kthehet. Ai shpjegon se për të Dolce është bërë personi më i rëndësishëm në jetën e tij dhe se kjo do të ishte mënyra më e bukur për t'i treguar asaj sa shumë e vlerëson. Edi kërkon që gjithçka të jetë gati, dekorimet, ambienti romantik, muzika dhe çdo detaj tjetër që mund ta bëjë ngjarjen të paharrueshme. Ai shton se dëshiron që surpriza të jetë perfekte, që Dolce të ndjejë dashurinë dhe përkushtimin e tij që në momentin që hyn sërish në shtëpi, produksioni e dëgjon me kujdes, ndërsa Edi vazhdon të përshkruajë se si e imagjinon atë ditë. Banorët të veshur bukur, skena e zbukuruar dhe momenti kur Dolce do të mbetet pa fjalë. Ai e mbyll bisedën duke thënë me sinqeritet se kjo është ëndra e tij e madhe dhe se shpreson që gjithçka të realizohet në mënyrën më të bukur. Edi bën gati valixhet me një shpejtësi të dukshme, duke i hedhur në to rrobat dhe sendet personale një nga një. Ai duket i menduar dhe i shqetësuar ndërkohë që fliste me veten dhe me disa banorë të tjerë. Nëse Dolce nuk do të jetë këtu, edhe unë nuk kam arsye të qëndroj. Nuk kam më kuptim për mua. Kjo shtëpi nuk është e njëjtë patë, thot ai me një ton serioz dhe të vendosur. Banorët që ndodhen afër e shikojnë me habi, disa duke menduar se mund të jetë një lojë strategjie, ndërsa të tjerët kuptojnë se Edi është i vërtetë dhe se ndjenjat e tij për Dolcen janë të forta. Ai vazhdon, dua të qëndroj këtu vetëm me njerëzit që kam lidhje. Dhe Dolce është një prej tyre. Patë, nuk ndjem mirë, nuk ka kuptim të përpiqem më shumë. Edi hedh një shikim të gjatë drejt derës dhe duket se po e shqyrton seriozisht mundësinë e largimit. Ai merr frym thellë, e mbështet dorën mbi valixhe dhe thot me vendosmëri, ky është vendimi im për tani. Nëse Dolce nuk do të jetë këtu, edhe unë largohen. Nuk mund të qëndroj në një shtëpi ku nuk ndihem i lidhur me askën. Banorët e tjerë shkëmbejnë shikime të shqetësuara ndërsa atmosfera tensionohet. Të gjithë kuptojnë se ndarja e Dolces mund të sjellë një ndryshim të madh në dinamikën e shtëpisë dhe se Edi mund të jetë gati për një largim të papritur. Duke lënë pas surprizë dhe Eliona debaton me Bian dhe Dolcen pas një bisede të tensionuar në obor, ku ajo shfaqet e habitur dhe e lënduar nga ato që ka dëgjuar. Ajo u qëndron përballë të dyjave me një ton të ngrohtë, por të mbushur me zhgënjim, duke u thënë se asnjëherë nuk e kishte imagjinuar që pikërisht ato do flisnin pas shpine për të. Unë nuk i prita ato fjalë prej jush, thot Eliona, duke u kthyer herë nga Bia e herë nga Dolce, sidomos nga ju të dyja që mendova se më kuptonit dhe se ishit afër meje. Bia mundohet ta ndërpres, por Eliona vazhdon, duke mos dashur t'i lërë gjërat pezull. Ajo shpjegon se mënyra si ato kanë folur për të është dukur si një sulm i padrejtë. Sikur të kishin krijuar një ide të keqe për të pa ia thënë asnjëherë në sy. Eliona thekson se ajo gjithmonë ka qenë e hapur me ndjenjat e saj, por tani ndjehet si e tradhtuar. Ju e pas keni diskutuar gjithçka mas shpine, shton ajo me një ton të thyer. Në vend që të vini e të më thoni çfarë ju ka shqetësuar, ju keni zgjedhur të flisni me njëra tjetrën, duke më bërë mua të dukem si njeriu i keq. Dolce mundohet të arsyetohet dhe t'i thotë se nuk ka pasur qëllim të keq, por Eliona e ndalon duke i thënë se fjalët e thëna kanë lënë gjurmë dhe se nuk është kaq e thjeshtë t'i harrojë. Atmosfera tensionohet edhe më shumë ndërsa Bia ngres zërin paksa dhe përpiqet të shpjegojë versionin e saj. Por Eliona i pret shkurt duke i bërë të qartë se ajo thjesht kërkon sinqeritet dhe jo biseda të fshehta. Në fund, Eliona largohet pak e nervozuar, por edhe e trishtuar, duke i lënë Bian dhe Dolcen të habitura dhe të menduara mbi atë që ndodhi. Bia debaton me Elionën pas një diskutimi që fillimisht kishte nisur për një gjë fare të vogël, por që gradualisht u shndërrua në një debat më të ashpër. Me një ton të irrituar, Bia i drejtohet Elionës dhe i thot hapur se sipas saj, Eliona po sillet keq me banorët e tjerë dhe se kjo sjellje po e lodh gjithë shtëpinë. Ti po sillesh si vajzë e keqe këto ditë, thot Bia, duke tundur kokën e duke u afruar më pranë. Dhe po, unë e them troq, je shumë xheloze. Çfarëdo që ndodh këtu, ti e merr personale.
Eliona përpiqet të mbrohet dhe t'i shpjegoj se nuk është ashtu si po e përshkruan Bia, por Bia vazhdon, e nervozuar nga situata. Ti je akoma fëmijë në mënyrën si reagon, shton ajo me një ton të prerë. Në vend që të bisedosh qetë dhe të sqarosh gjërat, ti nxehesh, qan dhe mendon se të gjithë janë kundër teje. Ndërkohë, disa banorë të tjerë i shikojnë nga larg, duke u përpjekur të kuptojnë si nisi gjithçka. Eliona fillon të nervozohet nga akuzat e Bies dhe i thot që ajo po e egzageron dhe se nuk ka asnjë arsye ta sulmojë në atë mënyrë. Por Bia e vazhdon diskutimin pa u tërhequr, sikur e ka pritur prej ditësh të shpërthej. Unë thjesht po të them të vërtetën që nuk ta thon të tjerët, vazhdon Bia, sepse ata ndoshta nuk duan të mërzisnin. Por unë nuk do të rria më e heshtur. Tensioni rritet ndërsa të dyja përpiqen të mbrojnë pikpamjet e tyre, duke e kthyer bisedën në një përplasje të plot mendimesh dhe ndjenjash. Eliona ulet pranë banorëve në obor, duke mbajtur një filxhan çaji në duar. Ajo duke e menduar, me syt poshtë, sikur diçka po i rëndonte prej kohësh. Banorët e vunë re që ajo ishte më e heshtur se zakonisht dhe e pyetën nëse ishte mirë. Pas pak sekondash hezitimi, Eliona vendosi të hapet. Ajo nisi të fliste me një zë të ulët, por të sinqert, duke thënë se prej një kohe të gjatë nuk kishte më besim tek dashuria. Unë s'besoj më, tha ajo, duke parë drejt tokës. E kam pësuar një herë shumë keq. Dhe që nga ai moment, për mua dashuria është bërë një gjë që nuk ekziston më. Banorët e dëgjonin me vëmendje, pa e ndërprer, ndërsa Eliona vazhdoi të tregoj se sa e ka lënduar dikur një marrëdhënie që ajo kishte menduar se do zgjaste. Ajo rrëfeu se kishte dhënë shumë, më shumë se ç'duhej, dhe në fund kishte mbetur vetëm me zhgënjim. Kur ke besuar shumë te dikush dhe pastaj çdo gjë të kthehet mbrapsht, është si të shkelet zemra nën këmbë, tha ajo, duke pshërtir. Që atëherë, sa herë që dikush më afrohet ose më tregon pëlqim, unë tërhiqem. Nuk dua të lëndohem përsëri. Një prej banorëve i tha se ajo ende është e re dhe që jeta sjell surpriza, por Eliona tunte kokën, sikur nuk donte të dëgjonte më asgjë rreth dashurisë. Jo, vërtet nuk besoj. Për mua dashuria është bërë thjesht një fjalë. Unë nuk jam më ajo vajza që mendonte se të gjitha përfundonin me një fund të lumtur. Disa banorë u munduan ta ngushëllonin, duke i thënë se e kuptojnë pse ndihet ashtu dhe se ndoshta me kohën ajo mund të ndryshojë mendim, por Eliona duke e bindur në ndjenjat e saj. Ajo tha se për momentin dëshiron të fokusohet tek vetja dhe të mos ketë më pritshmëri që mund ta lëndojnë sërish. Atmosfera u bë më e qetë dhe banorët e respektuan hapjen e saj, duke e parë Elionën me më shumë mirëkuptim, teksa ajo mbylli bisedën duke thënë, ndoshta dikur, shumë më vonë. Por tani për tani, për mua dashuria thjesht nuk ekziston.